Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur pak ditë më parë, saktësisht më datën 5 mars, një grup turistësh spanjoll në parkun e Syrit të Kaltër në Saran përjetuan një incident shqetësues, i cili përfshin sjellje agresive nga pronarët e një biznesi në të zonë. Vizitorët, të cilët kishin shkuar për të shijuar bukuritë natyrore të parkut, u habitun kur dy pronarët filluan të bërtisnin dhe të kërkonin që të ndalonin të fotografonin ambientin përreth. Turistët menjëherë kontaktuan udhëheqësin e grupit, i cili i thiri policinë, pasi dyshonin se individët mund të ishin duke kryer aktivitete pa lishëm në një zonë të mbrojtur. Megjithatë, kur mboriti policia, ata nuk ndryn, madje përkundrazi, sipas turistëve, policët u ulën në kafe me pronarët agresiv dhe ikën nga vendi pas 10 minutash pa ndërmarrë asnjë veprim. Ky incident ngre shqetësime të mëdha lidhur me mungesën e reagimit në autoritetet lokale për të mbrojtur vizitorët dhe integritetin e parkut. Syri i Kaltër, një atraksion turistik i njohur për bukuritë e tij natyrore, është një zonë e mbrojtur dhe incidentet të tilla dëmtojnë besimin e vizitorëve dhe publikut tek forca e rendit. Vizitorët që përjetuan këtë incident shpresojnë që autoritetet përkatëse të bëjnë një tim të plotë mbi situatën, a vetëm ndërmarrin masa ndaj tyre që ishin përgjegjës për sjelljen agresive. Ata kërkojnë një përgjegjësi më të madhe për të siguruar që zonat e mbrojtura të jenë të sigurta për të gjithë vizitorët dhe që incidentet të tilla të mos kalojnë pa u anësuar.